kur ki volin edhe këm pa emnin e mentorit në balë, atë, o zot, qaba, ta shohëbër. Apo doni edhe ne mytna, ne edhe manish ka dorë. Kur më ka pa mua ka ditë për një herë që mentori nuk është mentori, më kanë gjitë për dorë edhe u zbeh në ftyrë, fort u zbeh në ftyrë. Gjatë luftës së fundit në Kosovë masakruan fëmijë, gra, pleqe, burra. Shumë familje mbetën pa më të dashurit e tyre. Ndërta edhe mentor Kryeziu, i cili në vitin 99 ishte vetëm 18 vjeçar. Mentori u vrarë në masakrën e Kralanit të Gjakovës. E ishte e tij u gjetën 26 vite pas luftës, e u rivaros më 4 prill të këtij viti. Ne kemi ardhur në fshatin Bubaves për ta takuar babain e tij Maliqin e për të marrë një rrëfim nga ai. Ndiq në intervistën. Me 24 mars dihet që NATO ja ka sulmu këtu. Në atë rast, ne kemi pas të afër në Kiev, vetëm 3 kilometra në Kiev kanë qenë. Ka pas baza këtu në Kiev. Edhe me njëherë ata kanë ndërmorë një sulm të ashpër ndaj fshatit këtu. E kemi lëshu fshatin komplet, a ish moment iranish me lëshu krejt fshatin. Edhe kemi marrë rrugën drejtën Mulishevës, kur kemi shku në Lubisht. Aty e menda, dikush ka shkuar nej për Malishev, dikush ka shku nej për Turjak, na kemi shku për Turjak. Kemi nejnë shku Turjakës gjatë 2 net, kemi kalu të rinë Lapshev, i kam meqë të tjekëm pas, atëherë. Kemi shku në Lapshev dhe vazhdimisht forcat serbe na kanë jek këtu na e gjujt me granata shkurt për me ik me lëshu vene në kutadion atje. Edhe kur kemi shku në Lapshev atje, edhe atje kanë fillu të gjujnë me granata. Fatmirësisht nuk ka pas aty vrap. Unë me 2 djemë të me mentorin dhe me artorin, kam shku në malë. Edhe një vllaj shoqës ka qenë i veshun me uniformë ushtar, ndërkohë dikur vanë natën ka vanë në tërgaj. Dhe familjet kanë pështu, dikush është vrata, apo nuk po guxojmë më afru ati shka po di unë. Lapshev, familjet ta kanë shku tha në Kralan. Na kemi me qu natën, unë i kom latë me në fjetë aty në gjomë natën, tash, mos i marrë me veti, se ishtë në mrasur, ishtë një kurudh aty dhe thësha mund do që jërë aty një pike tyne dhe mund, kështu bile thash, nëse të vrasin mu. Po dole unë, shkova të familja, ndërkohë, dikur pak para mëngjesit, kanë ardhë dhe djemë të aty dytë. Gjendje ishte e për aron, kish mungesë të ushqimeve, sepse unë e kisha traktorin me veti, po met në Lapshev. Se asun aty as djemë t'jo nuk ka pot kush migra për me hek, me trek për jaborit. Një djali migjës, në dhani the smilë dhe hajde u gëzum të do shta do të përmirësohet gjendja. Mirë po, ndërkohë, nasa kemi qenë aty të nejnë Kraran, kanë ardhë 4 tanke, dhe janë vendosë më rasor. Ka pas prej krejt Kosovës aty, dikun, unë me thonë që kanë qenë mbi 10.000 vetë të punë aty. Edhe tash, kur i pam tanket na me ndumë për me ikë në drejtim të malit, ale ka Grabanica. Mirë po, tanket ishin vendosur, jo vetëm në rasur, po edhe në Valjak. Valjak është në shete. Donë ata që ishin në Valjak, në sheshin neve ka po dojmë shku të tërë. Ka do që na dëshëm me shku, na gjushin granatën për para. Edhe mi sjellë tonë ditën rreth shkollës Kralanit. Është diçka, ndoshta nuk është për më përmend, po kur kemi tentuna me ikë një ushtar joni me uniformë të zezë, thoshin polic ushtarak, a ideali Cërmijanit i shkon, në kanal. I kanal populatit, kam të përtu, i kam afru afra tina idealit dhe i kam thonë në të idealit dhe folë. Tash a përdin shka e ty po, a përdin të arsa njerën e ki këtu. Në tha 3 dit nuk i nam të me hi, tha tash o burë tash 30 minuta, nëse i nalë tash na ikum. Tash po nuk orani, tash po apeshesh i kur i mishkuna, Kralani shkoj djekën 3 herë. Në mramje, një Enverhoti ka qenë profesorin mbrojtjes, a i shkon prej Klinës, a i profesori. Tha duhet me u dorëzu, nuk kem rrugë tjetër. Edhe tha kush ka shamia të bardha, disa, i kanë qitë kokë, burrat mi majtë në dorë, shka po di unë atje, dhe tash një fa rrugë e ngushtë e Kralanit, na po vim tash prej shkollës, edhe në rrugës të mendu për me shku për Shqipëri. Ty ardhë
në të drejtimin që tash aty është e keqja më e madhe, mund ka ndalë serba, akun ushtara, akun paramilitara, po kush guxek edhe mi këshyra ta. Ka do prej familjes, shoqja ndalë dhe a kthy prej meje, po do më ardh, ja unë po me dorë ik largohu, ik se nuk është në momenti sot, ma unë kuletën parë që akun pas, radin ma thej për toke. Tha hec, ik tash ka thajtje tash. Unë edhe tash brapova i zuna, në 100 metra i zuna familjen edhe u bashkua me ta. Tash, të hec, të i vendi të një livada diku është bon krimi, po ma bon një prej aty një dhe hinë që du. Tash po nuk i ka asë 100 metra për tash që më ka ndalë. Tash edhe unë mendoj tash që e kreva me ta. Tha ja se ke kry, tha ja, s'pa të me nja, tash jo po. Dhe i kumë thonë po ma futin një boks, rakatel edhe. Tash unë i thash zërët rakatina pak ma largë për me ikë. Kur im në olë, kam këshyrë për pjetë tjetëri para kombe aty, për para me. Dhe po të dishu. Teshat i pash, tuba të njerëzve, e dita që veç i ka ndesh. I ka ndesh në shokë për pjetë i mi desh. Ishin njerëz, ishin rështu para me aty, për para ty në një faravine, po gati 1 metër e gjys fellë. Që kam shku? Njerëz për gjakun. Njerëz të dënes, të kaj, të gjallë me hinë dhe, që farmirimi. Një tankë, i ka rati i gardhe që ka miraj gardhe i dopt. I ka rati gardhe të dhe ka bojë gjëmë në shkelme në tankë. I ka përtit dikush prej kush të ka urnu ty. Këthëm rapa a këthyaj, se unë pa ta mendu thash, nëse veç një herë, 2 herë shka t'i bika i neve në bajketrosha. Kemi ne një 2-3 orë që ashtu, deshun, edhe a jenë veri të folë me ta, tha, qënë, tha më shku dhe më marë gjithë kushteshën të juja. Jo ma afru prap, nuk ishëm drejt ma tepër se 1 metër më largu, edhe atë natë ka lumë që ashtu. Veç të hangër trupin, të vendu kur për në vrasin, kur shka po pojnë. Nesër në mëngjes, e kom pa mentorin që edhe mentorin e ka nalë. Më të njën konë, sikur tash këtu një derë, ma poshtë një dhe 3 atje poshtë. Kuna i karota, a i 3 mu desh, a i dëkteja desh, a i desh i ka mytur rrej njerës. Mentor, tash hajde kongat me, tash ti nuk i paske morë tash teshat të tua. E ka pas një këmish, të kuqe, diçka të veçantë që s'ka pas, e di që aty kërkush nuk ka pas as i këmishë, vesh, tash gjithë shysh, tash me gjithë të teshat të tua, se nuk i dihet edhe si ta disha që në manike zemër që diçka nuk e munda mirë aty. Ndërkohë filloj dhe aksion i grumbullimit pareve, nisën me lyp pare, i të bunë parët, i murën kush qka kesh i dha, na qashtu pa orë, pa pi, pa kusha eqë. Kaloj edhe e mbromjet nesërmen, tash po thojnë, tash i bim kamionat, për në thëtë në veri neve, i bim kamionat dhe kemi morë një herë shka janë matë vjetër, pas taj kemi morë ata trite me që për Shqipëri. Tash na po presim kur po vijë dhe ne më na morë dhe më na dërgua ne. Mirë po fare më nuk erdhen. Ka ardha i grupi 50-shës që i kanë kry masakrat. Atëre, kur kanë ardha ta, kom ditë se nuk është puna mirë, asë nuk e kanë përshëndetat oficerin, dhe kanë fillu me seleksionu njerëz që po ishin kuna e po ishin qus, kesh aty sekundat, ishin pytje, dhe për thëmë mentorit, ullë thash kukën, thash më zikëshyrë. Po na ishëm qasin i harpozite, ullë, qasisoj që nuk ishëm për me metë mramët. Po ajo qka ndodhe tani na me të mramët, se mentori ishë nga të me dhe na u qumë kam tash, hajde ju mu qumë ecë për Shqipëri. Edhe mentori ma kanë gjitë për dore edhe u zbeh në këtyrë, fort u zbeh në këtyrë. Se e kanë pas që ma kanë gjitë për dore, kanë nga 4 vetë. Edhe automatat në mund bark atina në park. Hecan e o mëne bërses të minjë, është mëne bërses të minjë, është mëne. Kanë me punu, a fatë unë adhanë. Atëra alisë, mentori vetë atë rrugën. E pak them.
Sa vështirë u kanë për ty si bab, mos më mujt me ndihmu djalit tënd. Parasysh. O zot, unë në jetëm moment matron nuk kam pritur kur. As nuk e noshin me këshyrë, dhe ke me këshyrë ajo, unë isha i fundit, a isha i fundit për Shqipëri. Nuk e noshin as me këshyrë ato, se më me neve tani në hajtë shkoni ju dhe mu nuk u murën më me neve, këte kanë bërë reshtë. Për ne, në të rrugën e pak them, kur kemi dalë, dikon 150 metra që ashtu, e kemi një krismët. Tash, a i kanë nda, i kanë vra për një herë, a që kanë bu me ta, mëna nuk e dim. Po, aty kanë ndodhë një ata madhe, tani gjatë rrugës e kumë pasë dhe djalin tjetër më të vogël, a i ka qenë dikon shumë i ri, po ato kanë mbullu të qikat me gjako të Lapshevës. Qikat të mëdhaja, flokë të mëdhaja, e gjata e kanë mbullu dhe kanë shti se mashit nuk i qëshin as një. Kretë mashit aty kanë shti, kanë ndaj, kanë nali, ka posë maltretime aty që më thonë tash me nisë edhe me numru, ka posë maltretime që me të shti gjallë në dhe, për zgjalli me të shti në dhe. Njerës ka pasët më shumë që në rrajë, që në për gjake, që në... Kur kemi ikë për Shqipëri, jëmë larë një avë ditë kam nejnë kufirë Shqipërisë në kazerën të ushtarake. Dhe të prit njerës ka vishin, të i vetë njerës të mos dini, mos këtinin e sen për rastin e kralarit, mos... Dikush dhe jo i kanë qumë me punu, dikush anej, dikush nej ma shkurt, nuk patë kur gjatë, tani filloha, ka qenë kryqikush atje dhe në Shqipëri. Po dhe kur e më këthy në Kosovë, këtu kur e mardhë, po kur e më këthy në Kosovë, jë më shku në Shalanën. Ma sa kohë e këtu në Kosovë? Jë më këthy në Kosovë këtu mas 3 mujve. Edhe kur e më këthy fjellë, jë më shku, por shoqja ka shku dhe ma herët. Kur e më këthy në Shalanën, ku më po vendet, 8 vende që në konë, që në këtë vramë grupe. Tash një i Kralanit, aty shpijen që ka pas afër ati livadit, ai ka të regu dhe tha, këtu tha të zezat e mdaj, tha në bon natën. Ka të pru njerëze, kanë morë njerëze, hajtë njerë tani me shpresat, nështë të këtaj kanë qunë, mos kanë pru këtu tjetër, kone kanë vrash, ka po diune, njerë gjithë shka se për veti, me mëndu mirë, ku me i ka unë shpresat, ka qenë një djallë aty i Cërallukës, ai në klin, në dhe i fardjallë, ai pat nisë me të regu krejt. Ai dikun një 7 plagi kish pa në trup vetin. Po fati, që shika një muzoti, atë nuk e di edhe ka pështu, ka do në përmale, ka gjetur shtartë, e kanë morë, kanë që dikun e kanë shëru ma shkurtë dhe, ai filloj me të regu për rastin. Që shika në donë grupe, që shika në vraje. Po, dikush e pengoj edhe ato, e tha me heshtë, sepse kësh, po të më drejten, kësh shumë familjarë që shumë djemë që i këshin lojë gratë e reja, këshin lojë thmi të shpia, hajtë me shpresë në ashta, mos t'i humë shpresë, ka posë që kanë orë njerës e une familjarë, dhe më kanë thonë, këmë ndëgju që ke morë letër për inventorit, o jo pasha zotën, nuk duke më bënë bezdi sa herë, se më ndëshin që ka marrë, unë letër e për mshefi, diçka, ku ta t'jën atje? Lëllë mendimesh. Që që ka prit gruja jote për lojmin? Gruja më zvetish. Shumë kesh ka prit, se unë e familjen e kam gjetë mas 10 dite në Shqipëri, pallat sportit në Shkodër. Edhe kur më ka pa mua ka ditë për njëherë që doktori nuk është. Dhe çka me po? S'është. Po këtë djali tjetër tani dhe kuj shko shumë të rrezik. 3-4 herë këshin pështet dikun në rrugës për me vra dhe këta kanë zeke shoqja. Po ta mërë kanë hikur, kanë hynë në Shqipëri, ish kanë lo dhe djali për frikës, hanë dhe lo të hece, ish pasat fikt. Me nëzhe tani, me nëzhe që e kanë me do mjek aty shka pa tiju në motra medicinale, e kanë këthy në veti. Edhe sot e djali është shumë zajfrën. Bilesh tash, që tash, nuk e shemë nga pa dhe mu dhe shoqen, se si na, si za të shumë hishëm që të dhe kajshëm. Vike, apo të njëm nga mytë dhe neve. Apo të një dhe ne mytë dhe ne dhe marish ka doni. Momentit te për trona, te për pa harrush. Unë e kom marrë vesh që mendori është identifiku, kam qenë
në Kiev kur u zbulun këta 8 klinës, edhe është një i regjevës se Qermarina dhe është këtu një kryetari i shoqatës kujtesa i Sen Kryziu. E lam mu taku në Kiev me ta. Se diçka dhe nuk më shë më ne e qetë, diçka dhe zemra më një keshë diçka se është mirë puna. E mu taku na të nejtë në ty pi kafe në Kiev, kur e thirën prej zyrës ligjore, e thirën se janë edhe 3 mali shqipës. Edhe kur i kanë thonë ati janë 3 mali shqipës, ati i shkungat. Edhe unë tani dyshova, thash, koka dhe djale që aty si mali shqipës. E për bejë senin, për mu pashat zotën, nuk e di, më kanë thonë premten të regojmë. Më në detale, i bikin edhe një 2 ditë me pritë. Në premten me në gjesë në ora 9, nga ka thirë prej Prishtinës, tha, më të po bjerë keshta, po në mesër e tyre tha është 7 mentore. E atëherë, edhe ishëm të pritë në familjarisht shu, se na kemi ditë se mentori nuk është gjallë. Se 26 vite, kur farë shenje, kur gjo, e kemi ditë se nuk është, po atë momentin kom qenë në dhomë në altë fjetjes, edhe shoqja ka aty për mu. Atëherë nuk kam mundje që më ra, jam rëzu në shtratë, e mu, me shoqja thash ka u bo, tash pa mentorin, tash tashum përfundimisht tash metëm pa to. Edhe momente, nuk e di, tash është me tonë, momente tepër të rona, që s'mundë mas vetë mi përshkru, nuk mundë mi përshkru. Një të persku mujtë asë të konë, mi jam mu stabilizua me nete, dhe sa më i ka, që me telefoni, e gjova telefonin, me telefoni qele, a i kusharin e i seni tërke. Në ronë e dikun ja 3 javë para 4 prillit. I thashë dhe atina, dhe me ata atje folëm, thash, 4 prilli është data që janë është duk, këta që i kanë morë, thash, unë vesh me 4 prill është tjetër data, është duk. Nuk është një, dhe na kemi shkëshëm vazhdimisht në Kreran është. është lapidari, aty ngritu në Gjega, ngritë komuna e Klinës. Shkëshëm në vazhdimisht e vizitojshëm aty për çdo 4 prill. Edhe nga fsheva u pajtun që ashtu me 4 prill. Dhe fillun të na më njëherë njerës me leviz, me ardhë, në dëgju në brapa jo punë. Në 3 javë, ditë kemi priti, kemi për tjerë njerës që do në qëtë shpi që do. Momenti ma kritik, sepse gjithmonë e kam blu edhe mranda, që tash mos i gjetë meshnat, bile e kem, tash e kem, 500 metra nuk i kemi burat, kur në teket, mund me shku aty dhe me vizitu. Sa ju ka zbut dhimbjen që kjo? Po kjo, më thonë drejten, ka qenë deri në momentin kur kam shku në zyrë ligjore 2 ditë pa e marrë djalin, edhe kur kam shku e kam pa arkivolin edhe kam pa emnin e mentorit në balë, atë më ka këtyhet njërë, si kur sot me pandohë kjo. Edhe moshet, kur kemi majtu në shkollë, ka qenë e shoqja aty, kanë qenë familjarë tonë të afërm tonë. Ai ka qenë momenti ma kritik edhe momenti i rivarrosjes. Shumë vështirë, tepër vështirë. Tani kemi pas disa fjalë raste aty që i kanë thonë. Kemi pas një rast në çik mizës tu, ka dhe ajo fakultetin. Ajo ka qenë moderatorë dhe ka pas një monolog Birim, mentor Birim. Kur e kam dëgjuar ato, shpirti ka dashur më shumë. Këto 26 vite, për mu kanë qenë vite, po të thëmë, një 10 vitet e para, kam nej me shpres pak, se do të kjeti që kam, ma veç e lutësha Zotin, o Zot, që ma ta shodër, e kam ditë se mo nuk është gjallë, edhe shpesh herë, edhe shoqja, fillon të me, kur e shehte ondra, diçka, kemi jetu me ondra tina. Shkurt, mo veç shpirti jonë din, deri tash, po tam realisht, ndoshta është janë edhe ditët e para o fillimi tash i rivarrosjes, gjetjes, po kam një farë ndjenje që
mas një kohë ka me qenë pak më mirë, më letë për mu, sepse s'po ku e di që kam gjetë eshrat edhe. Mirë po, eshrat e mentorit janë gjetë në Bishtarzhen, në afërsitë Gjakovës atje. Edhe kur kam shku aty në zyrën ligjore, nuk kam mujtë atë se kur kam po arkivulin, mos kam mujtë as me kontrollu me vetën, dësa janë angazhu qeveritarët Institucionet, po. për këtë çështje. Mirë, po këtu nuk ka pas një angazhim serioz. Kam mendu që do të bëjlet tash në qeverisja e fundit, që ishte para 4 viteve, pa të premtu që çështja e parë në tavolinë ka me qenë çështja e të pagjiturve. Mirë, po atar nuk ndodhi ajo. Unë veç e lusë Zotin që të gjitha ata familjarë që nuk i kanë gjetë, më dashur e tyre të gjojnë sa më shpejt e të vërrosin eshrat e tyre në vendlindjen e tyre.